Nuk ka të bëjë që do të Shqipëria ka një sipërfaqe të vogël. Fushat ose do bëhen me panele diellore, ose do mbillet. Njërën nga dyja. Ose do bëhen kullota, ose mbillet. Dhe mbi të gjitha është një prallë që thuhet për energjinë e rinovueshme, për panele diellore, për helikat që janë të tjerë, sepse prodhojnë ndotje. Pas 8 ose 10 vjetësh që e kanë atë ciklin e jetës, ti nuk ke ku ti çosh ato panele diellore. Se jemi vend i vogël. Shikojnë që nuk është, ne rendim, kopjojmë botën, e bëjmë copy-paste edhe mendojmë se e zgjidhim situatën pa menduar në mënyrë strategjike. Pa menduar në mënyrë strategjike. Shqipëria ka sipërfaqe të vogël, nuk mund të bëhet me energji të rinovueshme kur kërkesa do shkojë 4 herë më shumë se kaq. E kuptoni? Në 7 që kemi në 7 mundura, e kupton të shkojmë tek kërkesa tjetër. Se në qoftë se shkon 20 giga kërkesa për industrinë tani. Gjithë ato që po shikon ti resorte që po ndërtohen, që të gjitha do konsumojnë energji elektrike. Të da them një statistikë. Dhe është ndryshe kur ti e prodhon dhe e mban çmimin në kontroll, siç po ndodh çmimi që e kemi me 9 lekë kilovatin, dhe është ndryshe pastaj kur detyrohesh të importosh sidomos në ekonomi në oraret e piku, siç po e merr Kosova me 250 me 300 Nuk ka lidhje sepse vendet si Italia kanë shpëtuar nga krizat energjetike, kanë shpëtuar veç fal paneleve diellore. Shiko, e para sipërfaqja e Italisë është 260.000 km², nuk është më shumë se sa. Po jo, un kam kolegë të mi që kanë bërë panele diellore dhe sot janë sot Spanja, ja të them një statistikë se më shumë Andi, të lutem se nuk kemi mbledhur për panele diellore këtu, do bëjmë një temë tjetër. Takojemi prap. Ore, do më thoni pak për bizneset se erdhi 3 vjeçari, mos na fol me ato planet futuriste. Jemi shumë mbrapa. Po jo, jemi çfarë do bëhet, do më thonë. Çfarë propozoni, se si jemi mbledhur kot këtu. Kjo inteligjenca artificiale nuk ka lind sot. Ka qenë vjet 70. Po lërë më inteligjenca artificiale. Avantazhi jon, apo flas për inteligjencë artificiale. Sa lekë duhet biznesit që të konkurrojë, sa lekë të duhen ty? Perfekt. Atë më duhet një fond prej 30.000 euro që unë kush do t'i jap ty? Banka, qeveria? Kush? E mira do ishte të kishte një bashkëpunim, patjetër. Ashtu që kanë bërë vendet tjera. Po si e biznesmen thotë ai shoku jot përballë? Po mirë ç'të bëj tash unë kam 20 e sa vjet 30 vjet biznes. Po ç'kemi këtë biznes ne? Pse na ra për hise ky biznes kodi? Po të se kuptoj tash, pse nuk u bëm gjithë analistët, se gjithë